Paqja me ju o vëllezër dhe motra. Sot e Marta e madhe edhe kisha në leximin e parë na kallzon këngën e dytë të shërbetorit të Javeut. Një këngë prej librit të Isaias, një profeci për misionin e Mesis, misionin e Krishtit, për mundimet e tija, edhe për ngjalljen e tij. Edhe sot na thot kënga e dytë që shërbetori i Javeut do të jetë dritë për popujt. Edhe në Ungjil na tregon ç'a ndodh përpara pashkeve të Jezusit. Përpara që ai të dorëzohet në kryq. Si bëhet që Krishti të jetë drita e popujve, që ai të jetë dorëzuar popujve, bëhet nëpërmjet pranimit të tradhtisë të Judes. Sot Ungjilli na kallzon tradhtinë e Judes edhe mohimin e Pietrit. Dorëzimi që ati bën e birit të vet njerëzve, që të njerëzit ta njohin dritën e Zotit, domethënë ke dashuri të pakufishme të Zotit, kalon nëpërmjet pranimit të mëkateve tona. Në kryqin e Krishtit, në trupin e tij, ai pranon të gjitha tradhtitë tona, të gjitha mëkatet tona. Për këtë arsye Krishti e kallzon Pietrit që ai nuk ka mundësi me shku ku Krishti ka nevojë me shku, sepse ti edhe unë nuk kemi këtë dashuri falas. Brenda nesh nuk e kemi. Ne nuk dim me tash armikun. Nuk kemi këtë dritë që është hynore. Kemi nevojë që ai të na adhuroj, e që ne në veten e parë të eksperimentojmë që ne jena këto tradhtar. Që Zoti ka fal, që Zoti ka dash falas në këtë përmas. Kjo është drita që ndriçon jetën e njerëzve. Nëse ti takohesh me këtë dritë, që ti nuk kemi ba as gja për me kënd të dashur prej Zotit, që nuk meriton gja, por Zoti të don me të vërtet ashtu, pa mas, këtë gjete çliron. Nëse ti eksperimenton këtë dashuri, edhe ke shpiritin e Krishtit, atëherë ke mundësi me shku ku ai ka shkuar. Më thënë në kryqin, në ke dashuri pa mas, që të mund të falesh të gjithë njerëzit e me eksperimentu si Krishti ngjalljen. Sepse Krishti nuk qëndron në vdekje, por ai e mposhtë. Kjo dashuri për armikun, për tradhtarin, për ai që të mohon, është e vetmja dashuri që fiton kundër vdekjes. Kur Pietri do të bëj këtë eksperiencë, që ai ka qenë i dashur në këtë mënyrë, atëherë ai do të ketë mundësi edhe me shku në kryq, me shpiritin e Krishtit, me dorëzu jetën e vetë, krejtësisht falas. Kur ajo, ne afrohemi pashket me këtë dëshirë, që Krishti të bëj që edhe ne të kemi jetën e pasosur për brenda, dhe me thënë që të kemi këtë dritë, për me dash burrin, gruan, të gjithë njerëzit me dashurinë e Krishtit. Që lëvdu Krishti.